Sot bën 7 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës, një prej marrëveshjeve më të rëndësishme politike në historinë e maqedonisë së Veriut. Më 17 qershor 2018, në fshatin Sarades të Greqisë, ish-kryeministët të asaj kohe, Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras, nënshkruan marrëveshjen që i dha fund kontekstit shumëvjeçar për emrin mes së Shkupit dhe Athinës. Me këtë marrëveshje, shteti ndryshoi emrin nga Republika e Maqedonisë në Republika e Maqedonisë së Veriut, ndërsa Greqia hoqi vetëm për anëtarësimin e vendit në NATO dhe mbështeti procesin e integrimit evropian. Pas ratifikimit në parlamentet e të dy vendeve dhe ndryshimeve kushtetuese, marrëveshja e Prespës hyri në fuqi në vitin 2019. Një vit më vonë, Maqedonia e Veriut u bë anëtare e 30 e NATO-s, ndërsa në vitin 2022 nisi negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, edhe 7 vjet më vonë, marrëveshja vazhdon të mbetet temë debatesh politike në vend, përkrahësit e saj e konsiderojnë një kompromis historik që siguroi integrimin euroatlantik, ndërsa kundërshtarët gjithësisht VMRO DPMN, që atkohë ishte në opozit e tash në qeveri, vazhdon të cilëson si një lëshim të madh në dëm të identitetit kombëtar, madje zyrtarët e kësaj partie, edhe pas 7 vitesh, shtetit i referohen si Maqedoni dhe jo emrit origjinal Maqedonia e Veriut. Pavarësisht qëndrimeve të ndryshimeve politike, marrëveshja e Prespës mbetet një pikë kthese në historinë moderne të Maqedonisë së Veriut dhe një nga dokumentet më me ndikim në marrëdhëniet e rajonale të Ballkanit gjatë dekadës së fundit.